Edhe Çapja vim në ndeshjen e fundit të kampionatit ku vendoset titulli, Elbasani luan përballë Vllaznisë si e pret të sfidë. Them të drejtën, unë shoh sfidë të hapur, duke parë dhe ecurin që dhe Vllaznia dhe Elbasani kanë pas ecuri të mirë gjatë kampionatit. Mendoj që do jetë ndeshje e hapur, luftohet fort dhe në fund ato që do gabojnë më pak do marrin 3 pikë. Duke qenë se të dyja skuadrat luajnë për 3 pikët, mendon që ndoshta mund t'i prishin punë pa dashje njëra tjetrës? Them të drejtët, kjo nuk varet vetëm ke prisha e njëra tjetrës, sepse ne kemi mundësit më shumë se Vllaznia, sepse Vllaznia ka bërë 2 humbje, kështu që ne kemi 1 humbje dhe 1 fitore kundra Dinamos, dhe mendoj që Elbasani ka petkun tani dhe moralin më të lartë, sepse ka marrë dhe 1 trepish, presioni bib në Vllaznin, por kjo nuk varet vetëm nga ndeshja Vllaznia-Elbasani, sepse luhet dhe super sfida tjetër, siç është Egnatia, që ka shanset akoma më të mëdha përballë Dinamos. Mendoj që nëse do luhet drejt ajo ndeshje, mendoj që Elbasani do shpallet kampion. Po me që jemi tek Egnatia Dinamo është edhe përballë Dede, përballë Dajës, dikur me ta keni ngritur titullin kampion. Si është këtë duel tani? Të them të drejtën, unë i kam miq të dy, si trajnerin Daja, ashtu dhe trajnerin, më thonë Zanatko, ka qenë sportist në Vili, unë i kam të dy miq, besoj që e njohin mirë njëri tjetrin, i njohin të dy kampet, besoj që do jetë, më thonë za e them që ka ardhur momenti ndoshta na bëjnë nderin prap ne dhe të shpallemi prap kampion. Ndërkohë, nëse Elbasani në fund nuk e del të shpallet kampion, sezoni si e shen tërësi? Ka qenë i kënaqshëm? Normalisht unë mendoj që objektivi u arrit. Fillimisht objektivat fillojnë nga ecuria e ekipit, ne morëm pjesë në final 4 dhe besoj që objektivi u arrit. Pastaj Oreksi vjen duke ngrënë, duke parë që kemi pas ecuri të mira dhe me pak oscilacione, mendoj që Elbasani është brenda objektivit dhe ka arritur atë çfarë kërkon.